Zonat malore të vendit tonë, në ndryshim nga pjesa tjetër e vendit, pas rreshjeve intensive të shiut, janë përballur me rreshje dëbore dhe ngrica. Si pasojë e rreshjeve të shiut dhe dëborës, disa rrugë dhe zonat e qarkut Dibër po përballen me probleme të qarkullimit dhe ndërprerje të furnizimit me energji elektrike. Më të prekura janë disa fshatra në njësitë administrative, Lur, Ulqiz dhe Klos, kur shitjet e dheu dhe akulli kanë vështirësuar qarkullimin dhe kanë shkaktuar dëmtime në rrjetin elektrik. Në bashkim Bulqiz, trashësia e dëborës ka krijuar akull në të gjitha rrugët e qytetit dhe njësive administrative. Mjetet bor pastruese dhe punojësit e bashkisë po vazhdojnë hedhjen e kripës për normalizimin e qarkullimit, por aksesi qyteti vjetër, qyteti ri tek terminali mbetet i pakalueshëm për automjetet dhe këmbësorët. Në bashkinë Dibër, rruga Gry-Nokës ka pësuar dëmtime nga rëshitjet e dheu dhe skarpatat, ndërsa rruga Zalldar-Shënlesh është e pakalueshme. Situata në zonat malore të bashkisë Elbasan ka qenë më e qetë, është punuar të gjithë natës dhe nuk ka zona të bllokuara nga dëbora, edhe pse në disa zona trashësia e dëborës e kalon 30 cm. Akset e kalueshme vetëm me zinxhir janë segmentet lidhse Korrë-Runj, Mollagjesh, në Elbasan Labinot Mal dhe Elbasan Zavalin. Rreshtet e dëborës vijojnë në malsinë e kryes, ku niveli i saj në parkun kombëtar ka arritur deri në 25 deri në 30 cm. Rruga nga fshati Nuaje deri në Çafshtam është e bllokuar për shkak të akullit. Në Korçë, situata e shkaktuar nga rreshtet e dëborës dhe përmbjet përqendrohet në disa problematika kryesore. Korçë, Ersek dhe Zëmbak është vijuar me kriposje. Qarkullimi vijon me goma dimrore. Në Boboshtic, Dardh, ku gjatë natës janë regjistruar temperatura të ulta, është kryer kriposja në të gjithë segmentin. Siç njofton autoriteti rrugor shqiptar, në Valbon temperaturat kanë rënë deri në -18 gradë Celsius. Në Kukës, Shishtavec kanë shënuar -13 gradë Celsius, ndërsa në Thet është regjistruar -8 gradë Celsius. Këto kushte klimatike kërkojnë masa të kujdesshme dhe monitorim të vazhdueshëm të infrastrukturës rrugore, sidomos në zonat e thella malore. ARSH kërkon nga të gjithë drejtuesit e automjeteve që të jenë të kujdesshëm dhe të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Përdorimi i gomave dimrore është i detyrueshëm, sidomos për ata që udhëtojnë në zonat malore apo në segmentet ku është njoftuar prania e dëborës dhe ngricave. Po ashtu rekomandohet që udhëtarët të kontrollojnë gjendjen teknike të automjeteve dhe të kenë me vete mjetet të nevojshme për kushte të motit të vështira, siç janë shovujt e dëborës dhe mjetet e shpëtimit. Më tej, ARSH apelon për kujdes të shtuar dhe bashkëpunim të drejtuesve të automjeteve dhe qytetarëve për të garantuar një qarkullim të sigurt dhe pa pengesa, veçanërisht gjatë periudhave me kushte të motit ekstrem dhe temperaturave të ulëta.